Makina përfundon në pishin, shpëtohen nga mbytyja në Nebi në Francë. Një nën dhe një vajzë saj u shpëtuan nga mbytyja në Francë pasi mjeti i tyre humbi kontrollin dhe era në një pishin në një qendër sportive. Aksidenti i rënd ndodhi të mërkurën në mbrëmje, Lac Ciotat pranë Marsejës. Sipas autoriteteve lokale, shoferja 38 vjeçare po përpiqej të manovronte makinën e saj, një Jaguar XF, në parkingun e qendrës sportive kur dyshohet se ngatroi frenën me pedalin e gazit. Mjeti humbi kontrollin dhe më pas u përplas me fasadën prej xhami përpara se të përfundonte në pishinën e brendshme 25 metra të gjatë. Në kohën e aksidentit, rreth 20 persona ishin në ujë. Nëna dhe vajza e saj 5 vjeçare mbetën të bllokuara brenda makinës e cila u fundos në pishin. 2 roje bregdetare me ndihmën e një qytetari që ndodhi në vendngjarje arritën të nxirrnin 2 pasagjerët nga automjeti duke parandaluar fatkeqësinë. Një burr pësoi lëndime të lehta nga thyrja e xhamit, ndërsa nëna dhe fëmia u dërguan në spital, por janë në gjendje të mirë shëndetësore.